Pamje të rënda të pa transmetuara nga Big Brother Kosova, përplasje ekstreme mes Limit dhe Albës që tronditi shtëpinë për rreth 30 minuta, në orët e vona të natës. Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova ka ndodhur një nga përplasjet më të rënda dhe më të tensionuara të këtij edicioni, pamje të cilat nuk janë transmetuar të plota për publikun. Një debat që nisi si shkëmbim fjalësh u përshkallëzua shpejt në ofendime personale, akuza të rënda dhe shpërthime emocionale që zgjatën rreth 30 minuta, duke lënë pas një atmosferë të rëndë dhe të papërballueshme. Sipas burimeve dhe rrëfimeve nga brenda shtëpisë, konflikti shpërtheu mes Limit dhe Albës, në prani të banorëve të tjerë. Në kulmin e debatit, Limi përdori një gjuhë tepër fyese ndaj Albës, duke e krahasuar dhe denigruar në mënyrë të hapur, ndërsa shprehu hapur preferencën e tij për Dolcen, duke e vendosur situatën në një nivel shumë të ulët komunikimi. Këto fjalë ndezën menjëherë reagimin e Albës. Ajo shpërtheu në britma, duke reaguar me emocione të forta dhe duke u përpjekur të mbrojë veten ndaj sulmit verbal. Për disa minuta rresht, Alba ngriti zërin, duke kërkuar llogari për mënyrën se si po trajtohej dhe duke theksuar se ofendimet të tilla ishin të papranueshme, pavarësisht lojës apo tensioneve ekzistuese. Debati u zhvendos nga një cep I shtëpisë në tjetrin. Banorët e tjerë mbetën të shtangur, disa u përpoqën të ndërhyjnë për të ulur situatën, ndërsa të tjerë preferuan të qëndrojnë në heshtje, duke e kuptuar se çdo ndërhyrje mund ta përkeqësonte më tej gjendjen. Zërat u ngritën, fjalët u bën gjithnjë më të rënda dhe tensioni emocional arriti kulmin. Alba, e lënduar dhe e acaruar, vazhdoi të reagojë me tone të forta, duke e konsideruar sjelljen e Limit si poshtëruese dhe provokuese. Ajo insistoi se po sulmohej padrejtësisht dhe se po vihej në shënjestër në mënyrë të përsëritur. Për rreth gjysmë ore, situata mbeti jashtë kontrollit, me ndërprerje, britma dhe heshtje të shkurtra që vetëm sa e rëndonin më shumë atmosferën. Limi, nga ana tjetër, herë përpiqej të justifikonte veten, herë reagonte me ironi, gjë që vetëm sa e përkeqësonte debatin. Marrëdhënia e tensionuar mes tij dhe Albës, e ndërtuar prej ditësh, shpërtheu plotësisht në këtë moment, duke zbuluar plagë të hapura, xhelozi, shgënjim dhe mungesë respekti. Pamjet e kësaj përplasjeje, edhe pse jo të transmetuara të plota, kanë qarkulluar në formë përshkrimesh dhe kanë ngjallur reagime të forta në publik. Shumë ndjekës e kanë cilësuar këtë si një nga momentet më të errëta të këtij sezoni, duke kritikuar ashpër përdorimin e gjuhës fyese dhe kalimin e kufive e tij. Pas rreth 30 minutash, debati u shua gradualisht. Jo sepse palët u qetësuan plotësisht, por sepse lodhja emocionale kishte arritur pikën maksimale. Alba u largua e tronditur dhe me lot në sy, ndërsa Limi mbeti I heshtur, I rrethuar nga një atmosferë e ftohtë dhe e rëndë. Banorët e tjerë diskutuan me zë të ulët atë që sapo kishte ndodhur, duke e kuptuar se kjo ngjarje do të kishte pasoja. Kjo përplasje pritet të ndikojë ndjeshëm në rrjedhën e lojës dhe në marrëdhëniet brenda shtëpisë. Ajo ka hapur një debat të gjerë edhe jashtë saj, mbi kufit e pranueshëm të komunikimit në një reality show dhe mbi përgjegjësinë që mbartin banorët për fjalët dhe veprimet e tyre. Një gjë është e sigurt. Këto pamje dhe ky debat do të mbeten gjatë në kujtesën e publikut si një nga momentet më të rënda dhe më të diskutueshme të Big Brother Kosova. Duke treguar se presioni I lojës mund të nxjerrë në pa anët më të errëta të marrëdhënieve njerëzore.